Të dashur miq, me lajme mjaft të mira nga Dardania, ku sigurisht presidenti e saj Vjosa Osmani, siç e shikoni, shtrëngon duart me presidentin amerikan Donald Trump dhe ka firmosur bordin e paqes. Ja pra presidentja jon e nderuar Dardanis Vjosa Osmani. Por pse mungon Edi Rama? Dhe sikur më parë, në parlament në krahun e tij qëndron pikërisht Belinda Balluku, e cila gjykohet në gjykatën kushtetuese për pezullim. Por jo, megjithse ka fyer palloshi dhe i kanë dalë 101 maskaralliqe, edhe ka kërkuar të hakeroj arkivën apo emailët e spakut me dosit mal, ky njeri qëndron si një mal artificial, simboli më i madh i krimit. Ky anti-shqiptar nuk është në Davos, aty ku ishte zonja e nderuar Vjosa Osmani, por justifikon se zgjodha me lejen e Trumpit, ka folur me Trumpin, që më mirë të takoj vajzën time që është një qytetare biznesmene që ka të drejtë kushdo, në bazë të ligjeve të vendit shqiptar, të vijë të paraqesi ofertat për të investuar në vendin tonë. Dhe ky nuk ka preferuar të jetë në Davos me të gjithë VIP-at e botës dhe Donald Trumpin, por të takojë një investitore amerikane që kërkon të investojë dhe të pasurohet pikërisht me bizneset e babait dhe të burrit të saj. Përfundimin gjejeni vet. Situata është sa tragjikomike, aq edhe turp kombëtar. Kryeministri i vendit ton, as presidenti nuk janë. Pikërisht. Në Davos, në krah të presidentit amerikan Donald Trump.